Prishtina një dëgju se shqyqyu se rregullt e juja. Hajde dashur, çu s'kam fillimisht më thuaj. Po mirë shumë e juve, super. Shefi. Cili profesion mendon që në vlerësohet më shumë ti në Kosovë? Po besoj që në vlerësohet më shumë ti pastruese. Ky edhe pse adin është shumë gabim. Tash unë po foli veç për veti. Po lutem. Unë asnjë profesion nuk e nënvlerësoj. Po mua më vjen monem për shembull frizer mashkull. Ata me pas mundësi kisha hije krejt. Edhe me pas mundësi ginekolog mashkull edhe ato unë kisha hije krejt, edhe me pas mundësi në përfurat bukës me shkuj krejt i kisha hije, i kisha vendos gratë femnat. Edhe kështu. Po për cilin arsye? Po për shembull profesioni përfurat bukës për shembull nuk ju shkon për shtatje burrave. Unë e shoh këtu në përfura, një furrë kam afër, burri me mjekër, me mosteqe, me mandë shkurta, duhet krejt me lesh, më falni shprehje. Po. Edhe me bukë, ajo edhe me lesh duhet më ndalue, si në Europë për shembull. Por me qenë kuzhinjer duhesh me qenë me mandë gjata, s'ki drejt me mjekër edhe me mosteqe. Kështu të na kjo nuk përpilet askun as pak. Po. Edhe për shembull ginekolog mashkull, ginekolog gruaja ma mërmenja që ndihet ma mirë me grue. Po, jo për e shembull ke me mundësi me mashkull. zgjedh paktën. Ku? Në Europë po, se këtu në Kosovë jo. Ja. Po mirë, mundesh me shku te një ginekologë femër. Po jo, për Melin për shembull, Melin ato nuk i drejti me zgjedh, si në Europë për shembull ose si në Londër. Këtu te na ju halo. Edhe me shkuj frizer, edhe pse unë për veti bili mi dhonë të frizerka ose të frizeri parët më duket sikur mi gjuën zjermë. Shqyqyr zoti kam 2 dur, kam sy, vetë ndresna, vetë regulona kur të frizerja ose frizeri nuk shkoj. Interesant. Kështu që Eli kalofshi bukur punë e marrë qoftë. Gjithashtu e dashur shumë faleminderit. Unë pëlqej kjo për